Kështu që ju kërkojnë ndjesë për këtë. Së dyti, nuk dua të mbaj një fjalë të gjatë, sepse jam I sigurt që keni ardhur tashmë këtu, ndaj nuk keni nevojë të bindeni për të ardhur, por dua të them thjesht për çdo që ka ardhur të hedh një sy këtu, duhet të kuptoj që kjo është koha për të investuar në Shqipëri. Është koha për të bler, qoftë edhe një gur në Shqipëri, sepse nesër do t'jetë vonë. Nesër të gjithë do duan të vinë, të gjithë do duan të blejnë dhe do t'jetë shumë e shtrenjtë për shumicën prej jush. Kështu që çfarë doni të bleni, blejeni tani. Çfarë do doni të bëni, bëjeni tani. Sa do të doni që të bëni në fitime, bëjeni tani, sepse është një moment në kohë ku Shqipëria nis të lullëzoj dhe ende nuk është plotësisht e njohur për potencialin që ka dhe për mundësitë e jashtëzakonshme, por kur të gjithë ta marrin vesh, nuk do t'jetë kaq e lehtë sa që është sot, edhe pse dje ka qenë më e lehtë. Po edhe sot është mjaft e lehtë. Thënë kjo, duhet ju them se shifrat ndërkohë sapo fillojnë të bëhen mjaft të rëndësishme sa I takon vëllimit investimeve, sa I takon vëllimit të turistëve, vëllimit të gjitha llojeve të eksport-importeve edhe të gjitha llojet e shprehjeve të interesit si në hapësirën bregdetare ashtu dhe në atë malore. Kështu që jemi një vend shumë I mirë për të investuar në gjithçka. Një vend shumë I mirë, po ashtu për të bërë bashk aktor lokal dhe aktor ndërkombëtar të biznesit. E fundit, po jo nga rëndësia, ka diçka që vazhdon të jetë shumë e lirë në Shqipëri, që është gjithçka që dikush mund kërkoj në male, por për gjithë ata që e njohin Shqipërinë përmes detit apo përmes qyteteve të saj dhe mendon që ka parë më të mirën, po ju them që më e mira është në male. Dhe çfarëdo që dikush do të bëjë sot në male, është diçka që do t'i shpërblehet në një mënyrë të shumë fisht dhe me shifra të shumë fishta në një të ardhme jo të largët, por të afërt. Kështu dua të falenderoj të gjithë ata që janë këtu, dua të falenderoj ata që kanë ardhur këtu për herë të parë dhe dua po kështu të falenderoj të gjithë ata që janë këtu dhe që jetojnë këtu, sepse më duhet të vlerësoj durimin që patën duke pritur që ky takim të niste edhe një herë ndjes për vonesën. Dhe do t'ju them që nuk do të gjeni ndonjë ballkanas tjetër që të kërkojnë ndjes 2 herë dhe të mos marrë duar trokitje. Faleminderit.